Okej, Akri, duke ndalur pa tek Irani, se patyshim ti vete përmende që edhe në fjalën e Trump u fokusua tek pjesa ndërkombëtare, për pjesën që nuk do lejoj kur Irani këtë armë bërthamore. Çfarë ndodh tani? Çfarë po ndodh? Përveç fjalimit të Trump, dërgoj pak çfarë po ndodh me këtë dërgimin e shumë aeroplanbajtësve, anijeve, flotët etare, avion, gjithçka tjetër. Po zoti Trump përgjatë fjalimit u qëndroi dhe u fokusua tek Irani, e përmendi Iranin dhe sikur se thatë armët bërthamore specifikisht si një element I cili kur nuk mund të bjerë në duart e regjimit të Iranit dhe të cilin Shtetet e Bashkuara që gati ta ndalon me çfarëdo lloj mënyre të mundshme. Ajo çfarë zoti Trump nuk tha dhe nuk u fokusua ishte rritja e aseteve ushtarake në rajon, është një rritje pa precedent gati që nga lufta në Irak në lindjet mesme një prani e tillë aseteve ushtarake amerikane dhe që tregon një presion të shtuar ndaj regjimit iranian për të ndaluar dhunën ndaj protestuesve që ka filluar që muajin e kaluar me shtypjen brutale të protestave paqësore në gjithë hapësirën territoriale të Iranit për të arritur një marrëveshje për atë që është programi bërthamor dhe përpjekja që ka pasur regjimi në Iran për të krijuar një program bërthamor dhe nga ana tjetër edhe për të adresuar shqetësime që lidhen me programin balistik të raketave balistike iraniane, një shqetësim konkret jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, por edhe për vendet e tjera të rajonit, Izraelin, vendet arabe, të cilët kanë parë me shqetësim programin e raketave balistike iraniane si një element për hegemoni lokale dhe rajonale. Nga pikpamja e Shtetet e Bashkuara ka një proces diplomatik I cili në fakt do të vazhdojë nesër me takimin ndërmjet përfaqësuesve të Shtetet e Bashkuara, zotit Witkoff dhe zotit Kushner dhe përmjet ndërmjetësimit të Omanit dhe zyrtarëve të Omanit me delegacionin iranian të kryesuar nga ministri I jashtëm iranian. Është një proces diplomatik I cili ka hyrë tashmë prej disa javësh në një ecuri normale, duke sikur do të kemi më së shpejti një përgjigje të atyre shqetësimeve që janë paraqitur nga pala amerikane dhe kërkesën për një propozim konkret nga pala iraniane, por mbetet për të parë dhe çdo gjë është e hapur duke marrë parasysh përsëri rikthimin tek rritja e aseteve ushtarake amerikane që tregojnë dhe mundësinë e një veprimi ushtarak për të parandaluar dhe për të ndaluar çdo lloj programi bërthamor të Iranit. E kuptoj. Por gjasat janë lidhja që është me midtermsin, si janë Akri? A qëndrojnë? Lidhja e gjithë gjëja lidhet me midtermset. Dikush thotë që Trumpi duhet një gjë për të thithur më shumë votues, dikur tjetër thotë që edhe qoftë një ushtar I plagosur I prish shumë punë Donald Trumpit nëse ndodh që të ketë të plagosur, mund të prish punë Trumpit në këtë zgjedhje. Më thuaj, kush mbizotron më shumë nga këto dy rryma? Po zoti Trump u zgjodh me një platformë antiluftë, sikurse tha ishte presidenti I paqes, një emërtim të cilin e ka është përpjekur ta shes për gjatë gjithë vitit kaluar dhe e pamdëmërisht azi me bordin e paqes dhe lanshimin zyrtar të bordit të paqes. Është një premtim elektoral të cilin ai e fshehu pas agresionit dhe veprimit ushtarak të Shtetit Bashkuara kundrejt bazave bërthamore iraniane në qershorin e vitit kaluar për shkak të veprimit që ishte mjaft I shpejt, nuk ishte kosto në jetën e ushtarëve amerikan dhe ishte një veprim I cili rezultoi suksesshëm. Ishte një goditje kirurgjikale e cila neutralizoi një pjesë të bazave dhe qendrave ku zhvilloi programi bërthamor iranian dhe në këtë sens ishte një fitore e lehtë, një fitore pa kosto për zotin Trump. Ajo çfarë profilizohet tashmë është pak më ndryshe, një veprim tjetër ushtarak ndaj Iranit do të rrezikonte një luftë afatgjatë për shkak se do të shikohej si një kërcënim ekzistencial nga vetë regjimi në Iran dhe kundërpërgjigja e tyre do të ishte jo e kalibruar, por përkundrazi do të ishte përshkallëzuese, jo vetëm ndaj aseteve amerikane, por edhe ndaj aleatëve të ndryshëm amerikanë në rajonin e lindjes mesme. Dhe besoj se teksa kemi një shikim drejt zgjedhjeve mes mandatit në nëntor, besoj se do të ishte shqetësuese për zotin Trump mundësia një konflikti të gjatë me Iranin dhe të një lufte e cila do të ishte
mjaft e kushtueshme, si në sensin e burimeve materiale edhe në sensin e burimeve njerëzore, për shkak se vetëm e goditje nga larg do të ishte e vështirë për ta neutralizuar ose për ta eliminuar regjimin aty. Pikërisht për koston që ka një veprim i tillë ushtarak, besoj se ka hezituar domethënë zoti Trump për ta ndërmarrë atë dhe për atë që mund të jetë për parashikueshmëri për mënyrën se si do të reagojë regjimi në Teheran, i cili mund të gjendej dhe mund të shikojë te çdo veprim amerikan si përsëri një lloj kërcënimi ekzistencial për vetë ekzistencën e regjimit. E kuptoj. Ndërkohë nga tjetër edhe një koment për Meksikën. Padyshim edhe ai aksion që u zhvillua me mbështetje, ndoshta me koordinim me informacion të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Eliminimi i kreut kartelit. Po, Shtetet Bashkuara kanë vënë padyshim karteleve të drogës dhe të atyre linjave të cilat sjellin drogën nga Amerika Latine në Shtetet Bashkuara për konsum të brendshëm këtu, ka qenë një nga prioritetet e administratës së zotit Trump. Kartelet e drogës në fakt ai i ka etiketuar dhe si grupe terroriste ndërkombëtare, duke krijuar një përcaktim zyrtar i cili ofron mundësi dhe resurse për organet dhe institucionet e Shtetit Bashkuara për të vepruar dhe për të ndërmarrë veprime kundrejt atyre që shikojnë si kërcënime për sigurinë kombëtare. Fakti që ka privilegjuar këtë dhe ka presionuar edhe vendet partnere në Amerikën Latine për ndërmarrë hapa ka qenë mjaft e dukshme në retorikën politike, por edhe në veprimet operacionale. Dhe besoj se sigurisht ka një shkallë të lartë bashkëveprimi i Shtetit Bashkuara me Meksikën për të adresuar kartelet më problematike aty. Kemi një situatë e cila është sigurisht e vështirë për vetë Meksikën, duke qenë se këto kartele kanë resurse të mëdha financiare, kanë resurse të mëdha njerëzore dhe shikojmë që reagimi dhe përpjekja e tyre për destabilizim, për ballë veprimeve të forcave lizbatuese është i madh dhe shkakton një kosto jo vetëm tek qeveria e Meksikës, por edhe tek jetesa e popullsisë së thjeshtë por është një gangrenizim i cili me cilin padyshim duhet të përballoj herët avon dhe fakti që kemi një koordinim të tillë në Shtetet Bashkuara dhe Meksikës është pozitive, sepse i jep dhe mundësi operacionale, por edhe një lloj legitimiteti ndërkombëtar këtyre veprimeve në mënyrë që të adresohet në fund një problematik e cila ezauron resurset meksikane dhe shkakton kosto tek të gjithë ata të cilët përfshihen në këto rrjete kriminale. Agri Xipa, shumë faleminderit. Kënaqësi gjithmonë bisedoj me ty, të uroj një vijim dite sa më të mbar. Përshëndes, faleminderit shumë.